në staf mjekësor. Personalitetet të njohura nga fusha e artit, sportit, historisë dhe gazetarisë janë dekoruar sot nga presidenti Topi. Në ceremoninë e posaçme, kreu i shtetit vlerësoi kontributin e tyre të spikatur në fushat përkatëse. Presidenti Pamir Topi ka dekoruar disa prej personaliteteve më të njohura të fushës së artit, historisë së sportit, pjesë të cilëve janë nga Peqini. Në ceremoninë e zhvilluar në presidencë, presidenti dekoroi me urdhrin mjeshtër i madh aktorët Bujar Lako dhe Timo Floko. Lako u nderuar me këtë çmim me motivacionin aktori i shuar i teatrit dhe kinemas, që me një interpretim mjeshtëror dhe origjinalitet realizoi role të rëndësishme që kanë hyrë në fondin e çmuar të artitar, ndërsa Timo Floko u dekorua me urdhrin mjeshtër i madh me motivacionin aktori të shquar të teatrit dhe kinemas, i cili solli role të realizuara me interpretim mjeshtëror, ku spikat artistë intelektual, me ndjeshmëri të fortë dhe me komunikim të jashtëzakonshëm me publikun, duke dhënë kështu një kontribut të rëndësishëm në shkollën shqiptare të aktrimit e njëherëzi në kulturën kombëtare. Presidenti ka dekoruar me titujt Naim Frash Riart apo i argjend, por edhe me medaljen e mirënjohjes edhe personalitetet të tjera, aktuale apo pas vdekjes, si Ferit Hidri, Ahmet Shari, Mustafa Gjinishi, Rifat Teqa, Muhamet Tartari apo Lefter Cipa. Skandali i zhdukjes së pikturave në Korçë duhet